Amaj, bëj pak që kemi. Që kemi. Hello again. Hello. How are you? Mirë, you and you? Mirë? Sot do bëjmë video në re të YouTube-it. Do jetë një video pak sfiduese për mua. Kaqime! Kaqime këtu të nxerja, kaqime! Kaqime, shikoj qime, shikoj. Momentalisht jam duke ngrënë mëngjes, nuk e di a quhet mëngjes. Sepse ky është mëngjesi im i dytë. Para jush fitusja e medaljes së artë për lopët, lopa origjinale në botë, zonjusha Megi Export. Supozojmë si një sweet treat. Kam bërë pak kos në bajame me mjaltë dhe me pak rrush për dominancë. Pije thash, kot në kosit thash. Nëse, ana shkollojmë të fakt, flasim për video në re të YouTube-it. Video e re YouTube-it sot të jetë Weightlifter does CrossFit. Moda e re. Si ju duket moda e re? A kanë peshngricat frym? Jo. A do bëjnë sot një program të mbushur me frym? Po. Shpresojmë që Joana të ketë mëshirë, Joana do bëj programin për sot. Por që do bëj më të firën, do jap forca dhe shpresoj ta mbaroj programin. Kam shumë kohë pa bërë, mund të kem rreth një vit që nuk bëj kardio fare. Për sa i përket palestrës ku do regjistrohet kjo video, do jetë palestra Grind Arena, që ndodhet pranë Universitetit Evropian të Tiranës. Nëse jeni afër kësaj zone dhe keni ndërmend domethënë që të nisni palestër, e rekomandoj normalisht plotësisht. Mos flasim për Francin që është një nga instruktorët më të mirë të CrossFitit. CrossFiti, nëse nuk e dini, është një disiplinë ku bashkohen bashk edhe kardio edhe forca, pra nëse qëllimi juaj është të bini ose të shtoni në peshë, ndihmon për të dyja. Falenderojmë Francin që e bëri këtë mundur këtë video sot. Ju falenderoj për respektin që na respektoni, respekt dhe paqe gjithmonë. Dhe falenderojmë Joanën që pranoi të jetë pjesë e videos dhe mbi të gjitha. E falenderoj Joanën sepse është ajo që më ka futur në rrugën e peshngritjes, në buloj në palestër dhe thjesht tha, okay, you are worth. Shifu found him as a cub, and he raised him as his son. Thank you, e vlerësoj dhe ta mbaj mend gjithë jetën. Ndërkohë që trazojmë këtë bashk, do bëjmë një predikt se çfarë mund të fusi Joana në program. Kam përshtypjen që do bëj diçka të ndërthur me shumë frym dhe me peshngritje. Nuk e di pse. Por e di që burpit nuk do mungojnë sepse Joana e di që unë e urrej. Kjo video nuk do të tregoj Joanës. Joana, trego mëshirë. Tani takuam Joanën dhe po shkojmë në palestër. Po Joana më duket se sot është me mendje të keqe. Do më vdesi. Sa po mbarova peshngritje? Si shkoi? Shumë keq. Kisha shumë frikë. Do bëj workoutin e... Ose bëhet vetëm o plak. Duhet pak motivim. Son, you know, once you start, there's no going back. Yeah. Look, I just wanna make a living, I just wanna do it right. I'm just trying to take what isn't given past the oversight. I'm just trying to make a killing, didn't happen overnight. They talk about my name so much, they start to get over. I gotta ask you, what's your motivation? Are you driven, are you bold? Can you turn this into something on your own? I gotta ask you, what's your motivation? Is it riches, is it gold? Is it something you can find within your soul? I gotta ask you, what's your motivation? Is it music, is it love? Maybe not, or maybe all of the above. I gotta ask you, what's your motivation? Is it faith in the beloved? Is it something you don't... Just the thief
nota kur do të gjosh, do të qash të ti. What doesn't kill you make you stronger! Plan on giving up, so tell me what's the drive you got within you, where your mind is often sent you when you broken down about to drown. It's hard to push continue. I can tell you mine is easy when it's packed inside a venue. When I gotta give my all, you know I'm ballin' just like Kemp2, cause I'm super like them Sonics. Slam a beat, they call me Onyx, then I hit it like a 3 Ray Allen from the corner pocket, saving legacies. Ain't no way you testing me, chest to chest I'm better than the best, they call me MVP. More valuable and potent than the stars you see on TNT, MTV or BET. Man, they gon' remember me, that's cause I am the centerpiece. My point is I'm a shooting star, they try to guard my energy. My power far from small, I'm moving forward, you can't intervene. This ain't just black and white, so earn your stripes just like a referee. I'm not who you pretend to be. I'm grounded and I'm gifted to the day they wanna bury me. That mad I'm moving cleverly, mad they tryna make me into something that I'll never be. Control my own fate, I'm taking charge of my destiny. Laid the path that's set for me. The 7 deadly sins can never hinder or diminish me. The nouns, words and verbs are getting coupled with the similes. This is real life, ain't nobody ever similar me. A different type of entity when confidence is into me. A future goat is what I'm gonna be. The crystal ball that's christening me into the day I leave my legacy. Look, I just wanna make a living, I just wanna do it right. I'm just trying to take what isn't given past the oversight. I'm just trying to make a killing, didn't happen overnight. They talk about my name so much they start to get over. I gotta ask you, what's your motivation? Are you driven, are you bold? Can you turn this into something on your own? I gotta ask you, what's your motivation? Is it riches, is it gold? Is it something you can find within your soul? I gotta ask you, what's your motivation? Is it music, is it love? Maybe not, or maybe all of the above. I gotta ask you, what's your motivation? Is it faith in the beloved? Is it something you don't plan on giving up? I gotta ask you, what's your motivation? Are you driven, are you bold? Can you turn this into something on your own? I gotta ask you, what's your motivation? Is it riches, is it gold? Is it something you can find within your soul? I gotta ask you, what's... Finally! Po mua pse s'më del tym nga koka si që del atyre. Do e mbyllim me pak biciklet për cool down. Nuk e ti për ju, po në kur mbaroj crossfitin, e dua dhe urrej veten në të njëjtën kohë. Duke punu nga 2 herë në ditë që të vishem kështu. I'm in the ghetto. Ratatata. Post-workout I gatuar nga Joana. Gëzuar me një protein shake tani. Gëzuar jo ditëlindje për mu. Përshëndetje përsëri. Është sot një ditë super wow. Në Stërvitje jo. Ishte madje mund të themi nga ditët e mia më me. Nuk e mora vesh pse. Ndoshta mund të ketë që nga ndrimi I ambientit, sepse unë gjithmonë kur ndroj ambientin e Stërvitjes çorientohem. Por dhe Joana u treguar shumë e mëshirshme sot. Momentalisht po bëjmë journal. Unë çdo gjë që bëj në Stërvitje e shkruaj këtu si ndihem. Çfarë vështirësi shpata, më shkoi mirë, më shkoi keq. Dhe kaq do të thera për sot. Do shihemi sërish në video të tjera. Së shpejti. Bye bye. Mos harroni të bëni subscribe. Dhe faleminderit nëse e pat video deri këtu. Natën.